Se flini me gojën hapur, duhet ta dëgjoni urgjent. A merr edhe ti frymë me gojë kur fle? Ndoshta nuk i ke kushtuar rëndësi këtij vesi, por na besoni kur ju themi se është i rrezikshëm për disa arsye. Të marrësh frymë me gojë është e dëmshme për dhëmbët, madje të bën më keq se kontakti me ushqime apo me lëngje të ftohta. Studimi i bërë nga revista të shumta ka zbuluar se numri i baktereve rritet të dukshëm teksa ju merrni frymë me gojë dhe mbrojtja natyrale e dhëmbëve do bësohet. Aroma e keqe e gojës është edhe një nga problemet më të shpeshta, e cila vjen nga zakoni i përmendur. Duke marrë frymë me gojë, ju do të shikoni se si aftësia e gojës për t'u vetë pastruar bie ndjeshëm. Do të ndiheni të lodhur dhe të këputur, sepse niveli i oksigjenit në mushkëri bie, dhe buzët e plastura dhe të thara mund të shkaktohen nga të marrurit frymë me gojë gjithashtu.